Pas vetë përjashtimit të aleancës për shqiptarët në krye me Arben Taravarin nga koalicioni Vlen, Lëvizja Demokratike, Alternativa, Lëvizja Besa dhe përfaqësuesi vetëvendosjes kanë filluar procedurën e shkrirjes në një subjekt të vetëm politik. Në takimin e një dite më parë në Strug, është marrë vendimi për formimin e kryesisë së përbashkët qendrore prej 23 anëtarëve. Kreu i Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti tha se shqiptarët në zgjedhje duhet të kenë vetëm 2 opsione në kampin politik shqiptar, ndërsa shndrimi i Vlenit në parti ka për qëllim që të mos lejojë defaktorizimin dhe përçarjen e votës shqiptare. Fillimisht është sjell vendimi që qendra mediatike, komisioni kadrovik, të formohen edhe departamente ekonomike, juridike, për arsim dhe të gjitha fushat, pra të jenë të përbashkëta, dhe po ashtu u soll vendimi të formohet edhe kryesi qendror i përbashkët i Vlenit, prej 23 antar, ku do të ketë antar nga 4 subjektet, por nuk përjashtohet që aty të kyqen edhe antar nga jashtë Vlenit, pra intelektual, tha Izet Mexhiti, Vlen. Mexhiti nuk konfirmon kryesinë e partisë së re. Informacionet që dolën së fundmi për atë se kush do të ishte kryetare e kush nën kryetari Vlen i quan si të porositura nga kuzhinat e BDI-s. Ndërsa sa i përket liderit, mendoj se kjo do të shkon në procedurë të rregullt, organizim të kongresit, të kandidaturave dhe ai do të jetë më i miri. Ati do t'i jepet dora të udhëheqë Vlenin. Vlenin nuk është i ngatruar me individ, por as me ngjyra partijake, të LD-s, Aleancës, Besës, pra Vlen për momentin kërkon zgjidhje, nuk kërkon problem, deklaroi Izet Mexhiti, Vlen. Krerët e Vlenit përshpejtuan procedurat për formimin e shpejtë të partisë, pas përplasjeve me kreun e ASH-s Taravari dhe vendimet e tij që në zgjedhjet lokale të garojë me lista të veçantë kandidatësh.